Kanë mbritur fletët e votimit nga jashtë tashmë prej disa ditësh, janë duke u përgatitur së bashku me fletë e votimit dhe materialet e tjera zgjedhore për votimin brenda vendit në magazinat që kemi në Dundër. Përgjithsisht procesi i përgatitjes logjistike është duke shkuar sipas parashikimeve tona. Për sa i përket votimit nga jashtë, kemi përfunduar dorëzimin e zarfave për 100% të votuesve, të cilët janë regjistruar, pra për 245.935 zgjedhës. Jemi në procesin e shpërndarjes dhe dorëzimit të këtyre zarfeve tek votuesit. Deri tani janë shpërndar, pra zgjedhës të cilët e kanë marrë në dorë zarfin janë 154.770, pra 62% e zgjedhësve të regjistruar e kanë marrë dokumentacionin zgjedhor, e kanë marrë fletën e votimit. Kanë mbritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri tani dhe janë përpunuar 19.025, po ky numër deri në fund të ditës 19.025 deri në momentin që ne flasim. Po deri në fund të ditës, sepse ne dim se sa zarfa ka dorëzuar shërbimi i DL-s, do të jenë rreth 22.000. Pra janë rreth 22.000 fletë votimit të cilat janë kthyer mbrapsht, që përbëjnë 12.5% të fletëve të votimit të cilat janë dorëzuar deri tani. Janë një numër procedimesh të cilat janë është duke ndjekur spak, bazuar në kallëzime si të subjekteve zgjedhore, po ashtu dhe të qytetarëve të ndryshëm. Fotografimi i votës dhe atë çfarë janë duke bërë ata që janë duke bërë atë në rrjetet sociale, në gjykimin dhe në vlerësimin tim janë duke kryer një vepër penale, po nuk jam unë autoriteti që vendos për këtë çështje. Unë e vlerësoj si një veprim i cili klasifikohet si vepër penale. Është ndaluar rreptësisht publikimi i votës, fotografimi dhe publikimi i votës. E bëjnë, është llogaria atyre që e bëjnë këtë. Edhe në këtë rast edhe në këtë problematik janë rastet sporadike, sepse nuk kam parë që shumica, paktën nga sa unë e kam këtë informacion, shumica dërmuese e votuesve nuk e kanë bërë këtë akte apo këtë gjest. Nuk do duhet ta bëjnë. Edhe partitë politike të gjithë spektrit do duhet të angazhohen në një thirrje të tillë publike. Nuk duhet të inkurajojnë votuesit e tyre